për shembull, thot Edi në TikTokun e vjetër, thot unë shpinë e dua në Gjenev, e jo në Gjenet. Po, okej. Ti po e do në Gjenev, inshallah Zoti ty ta jep në Gjenev, po ti me pa shpinë e Gjenetit, çat moment kur të nguliten syt kështu tak me një vend, edhe që s'po i beso ke asaj që po ma shumë po të pëlqen bota kjo botë se sa bota tjetër. Kur vjen momenti i vdekjes, edhe kur të shtangiten sytë e tu, edhe kur e sheh as perdja s'po lun, as dera s'po hapët, dhe tak të del para teje, të del engjulli melekul maut, i thënë, engjulli apo melaçja që e merr shpirtin. Dikujve melaçja që e merr shpirtin, për ata që e kanë besu, i vjen për muhabet, edhe i thot, o, selam aleikum Iqbale, edhe emrin ta din, edhe shtëpinë besa ta ka dit, amma derën s'ja ke qel, as dritaren, as perdja nuk u luj, ndoshta ndonjë krijes, ndonjë kafshë e vogël, ndonjë bilbil apo mace, ka mu shqetësu, sepse ata e kanë një ndjenë ma ndryshe se njeri, por ama kur të vjen momenti i vdekjes, ti atëherë ke me besu edhe vdekjen, edhe xhenetin, edhe ekzistencën e Zotit, por atëherë ka me qenë vonë, dhe dikujve i vjen si trishtim, si frikë, i etshëm, nuk ka asnjë gotë ujë me pi. Dikujve i vjen, pra, kur i vjen si trishtim, si frikë, si me pendla të zeza, o nuk është krijes njeri, as shpend, po është një krijim i veçantë. Dhe ai personi i cili vjen si trishtim me melekul maut, pra meleku i vdekjes, ai personi fillon të friksohet, ndërkaq të gjallit thojnë, o, mos bërtitni, se po ja ktheni shpirtin, se e ka marrë më rrugën, ka fillu ma me fol, me të gjallit për rreth, kanë fillu me jarë të vdekurit, ka me jarë nona, ka me jarë baba, ka me jarë që ata ma tafërmit, hajde vlat, jep shpirt, se edhe unë e kom dhanë, hajde vlat, se po të presim botën tjetër. E këta gjallit që rrethojnë, thot, ka nis me vdek, me fol me të vdekurit. Besoj se që kjo është shumë argument i fort për njerëzit që nuk besojnë. Sepse ka me i gjithë ky moment i vdekjes. Dhe keni me pa se si njerëzit flasin me njerëzit asaj bote. Prandaj, dikujve që i vjen shumë i trishtueshëm, engjulli i vdekjes, melekul maut, atyre friksohen, të gjallit thënë, mos përtitni, mos ja ktheni shpirtin, jo. Shpirti, një herë kur del prej trupit, ma nuk kthehet në trup. Nuk kthehet ma në trup. Por nuk është puna mi e kthy shpirtin, po është puna se në nëzi po i jep shpirtin. Sepse i kalon ja do amanete pa i kry. I kalon ja do halale pa i marë. Prandaj, duhet gjithmonë me pas parasysh që ndoshta nesër nuk kam ngrit në mëngjes. Dhe dikujve kam i ardhë shumë i dashur, shumë i bukur, si mik, kam i ardhë me leku i vdekjes. Dhe kam i thënë, selam aleikum Iqbale, kemu çudit, çka është kjo krijes? Kur se kanë pas sytë e minë këtë dynja. Wow! Që nga një krijes, ka një botë tjetër. E ti keme thënë aleikum selam, e Allahu thot atyre që kanë besuar në Allah, dhe i kanë kryu amanetet e kësaj bote. Sekretet që i kanë pas, i kanë majtë, së shdesh me të regu. Dikujt halal, u desht me ja marë halalin para se me hinë dyshekun e vdekjes. Për ata
është shumë e mirë se ardhur vdekja. Sepse dikush gëzohet në botën tjetër e dikush hidhrohet nga kjo botë. Por pejgamberi na thot kështu, bëjeni veten që kur të vdisni, njerëzit të çajnë pas juve. Dhe bëjeni veten që ju kur shkoni dikund larg, njerëzit t'i merr malli për juve. A thua në çfarë deregje, në çfarë shkallje, ose shkon dikund larg, a kujtohet dikush me të thonë që më ka marrë malli për ty? Apo kur ju ka vdek dikush, a keni thënë, ai shoqër që shkojnë botën tjetër, apo keni qajt pas tyre? Kështu pra të dashur miq, argumenti më i fortë është lindja dhe vdekja. Argument tjetër i fortë është që Zoti i ka kriju si njerëzit, si kafshët, si bimet në çifte. Dhe nga këto çifte ata shumëzohen. Mund të krijojnë robot, por atë frymën në javën e 12 në barkun e nënës, që e fut Allahu si krijimi i tij, jo si frymë e tij, si krijim, ato vetëm Allahu mund ta krijojë. Prandaj duhet çdo kush prej nesh të përgatitemi për ditën e fundit. Të përgatitemi sikur me thonë mjeku, me thonë për shembull, mendohuni pak, me thonë të kanë dalë analizat keqe dhe keni një smuje të pashërueshme. Dhe ka mjek që të thonë kjo zgjat 1 muj, 2 muj, 2 javë, e tjera. Çka kishe mund ti me bë për 2 muj ditë? Qose thot doktori që s'ka shërim. A thu, çka kishe mund me bë? Ke pas ëndra, je kon vajzë e ri, ke pas mu martu, me bë fëmijë, me kry shkollën, me gjet një punë, me gjet një burr të mirë, një djalë, gjithashtu, ka pas ëndrat e veta. A ka me menduaj për 2 muj ditë mi realizu këto ëndrat e veta? S'ka kohë. S'mundet as me kry fakultetin, as me gjet punën, as me u martu se po përgatitet për vdekje. Faleminderit shëndeti. Prandaj të dashur miq, mos e bëni punën asgjë, sepse vdekjet po janë edhe të papritshme. Apo e shehni një Kosovë sa e vogël edhe s'ka natë në përlajme, pa dalë diçka, njani e myti këtë tjetrin, kjo bani kështu, edhe ata ma shumë rinia. E ata që vdesin ma të vjetër, ajo dihet, ato nuk i tregojnë në përlajme, po jo ndeshje, jo vrasje, jo rrëzim në ndërtimtari, e tjera. Prandaj të dashur miq, nëse ju jep diagnozën mjeku që për 2 muj keni me vdek, a thu, pyetni veten e juaj. Çka kishit bë për 2 muj ditë? Çka kishit bë për 2 muj ditë? A i kishit realizu krejt ëndrat e juja? Numër 1, e kishit përgatit testamenti. Mi thonë djalit, vajzës, qëta e kam borç, qëta duhet me hek, qëta me... Alina motër hin live 2 herë në javë, ju lutem. Alina mire ki, kam u mundu maksimum inshallah, edhe të prenteve, do të marrja do të tema, kom përgatit. Kështu që për 2 muj dit, ose 1 muj dit ju ka thonë doktori, për shembull ju ka thonë doktori që keni me vdek, çka kishit bë për njerëz, hajde dikush, le ta shkruan që aty një mesazh, një punë çka kish bë. Unë për shembull kishëm thënë numër 1, çu i gballë me shkruajt testamentin, sepse pasunia nuk ndahet pa vdek i Zoti i shtëpisë. Për shembull, unë nëse vdes, unë jam zonja e shtëpisë, normal që se kam pasuni,
1/4 i takon burrit tem, ndahet në 4 pjesë. Pra, nëse i kam 100.000 euro, pasunit time, 25.000 i takojnë burrit tim, sepse ai ka investu për mu, ndërka 75.000 i takojnë fëmijëve të mi. Edhe fëmijët i dajnë që është të tregon shëriat. Testamenti, se kom një pasuni, kom ja do lira, që aty ja do sende dhe i thom, që mam që ta mere ti, që ta ti, që ta ti, që ta dhurat, që ta këta, që ta. Po kur të vdes zoti i shtëpis, ai nuk e ndan testament, nuk e ndan pasunin, po e shkruan testamentin. Sepse pasunia, se dikush po thot, pse pa vdek nuk e ndan testamentin. Jo, pasunia kur të vdes burri, atëherë pasunia ndahet. Edhe e lën, për shembull, baba jem e ka lënë. Kjo është shtëpia njëri djalë, kjo e tjetrit, kjo e njënit, dhe aty e kanë vajzat hisën, për shembull. Pra, dhe pas cit vdesi zoti i shtëpis, mashkulli i shtëpis, pronari i asaj pasunie, atë ndahet trashëgimia. Prandaj, kur ka fol pejgamberi për trashëgimin, krejt shokët e profetit edhe Imam Aliu dhe këtë kush ka pas, kështu kanë nejtë si duke u ngritur prej xhamisë. Kanë thonë ma shpejt, ja Resulallah, qa që rëndësishëm që ka me lënë testament, sa që me njëherë janë ngritë dhe kanë shku në shtëpia, kanë shkruajt testamentin, edhe kanë lënë. Prandaj miq të nderuar, unë për veti e kisha shkruajt testamentin. Po ju, qka kishit bo që ose doktori ju thot, keni me vdek për një muj ditë. Ata na dhe nesër mundemi me vdek, nuk është, po e zanë si shembull. Mos më keq kuptoni, bekim aleikum selam vllai nderuar. Falni se po jam në 2 TikToka, sum po ju ndjekim. Mundeni me shku edhe te TikToku Iqbale BH Official, me një shamit kaltër për pavija kuqe. Faleminderit Rusta Beqiri. Faleminderit, respekt edhe për juve. Shu që të dashur miq, unë tjetër send, ju shkruni aty për shembull, çka kishit bë tjetër. Unë jam rac shqiptare, po edhe turke mu kanë s'ka problem. Edhe turqit janë njerëzit e mirë. Edhe amerikant, edhe italiant. Krejt jemi vllazën e motra, po s'di çka gjithë këtë urrejtje. Edhe pse s'jam turke, po normal, kur gjosë më pengon me qenë edhe amerikane bile. Aty Zoti ka vendos për me. Hajde ju shkruni diçka, çka kishit bë nëse 2 muj keni jetë. Hajde që edhe një për të regu. Unë për vetë kisha shku me kërku halalin. Për shembull, Larës, shkoj Larës dikush e hekja, se dol. Okej, që për shembull Feratit, kisha më thonë, baba Ferat, qështu, ta kum bon një hile, kër jom kanë ma e reja, apo ma bon halal, të kum përfol, për shembull, Lika, balla të kum përfol. Shqyr, Rusta po thot shqyr që se dime dhe sa kemi jetë. Ani dhe se shka po duhet kjo jeta. Ajo jeta është shumë e bukur, prandaj duhet mu pregadit për atë jetën, edhe me thonë, o Zot, ma bjerë me lekun e vdekjes më të bukur, më të mirë që është i mundshëm, që mos të rishtohem nga vdekja. Është shumë e lehtë. Allahu thot për ata që janë besimtarë të Zotit, që kanë besu që Zoti ekziston, që ka besu që profeti Muhammed është i dërguar i tij, dhe e treta, që kanë besu në botën tjetër, ata thot atyre do t'ja marrë shpirtin si kur të kotën, tëk, dzën gjumi, se merr vesh, ndoshta edhe në gjumë. Ka lumës ata që vdesin në gjumë. Shumë bukur. E dua Allahun, po thot për vetvete, jo për xhenet. Për vetvete, po xheneti është krijimi i Allahut. Tash ti brenda në Allah s'mundesh me hy, ajo dashnia jote dikun duhet mu ekspozu. E tash janë livadh, janë ferr. Po të dyja ti ka kriju Zoti, edhe xhenetin, edhe xhenemin.